Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu në sheshin e fjalës së mirë e këngës së bukur. Në jetë ka njerëz që janë modeli vetë në një segment të caktuar. Ka njerëz që absolutisht jetës i dalin ball për ball, pa u dorëzuar asnjëherë. Me synimin që një ditë vërtet të bëhen pista e mundshme e një përvoje që do të ishte shembull e model për të tjerët. Do të vinë në vazhdim një zonjë nderuar, një grua e fortë, zonja zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, Suzana Krosi Turshilla. Hajde Suzana, mi se erdhe. Urna në karrikën tuaj. Zonjë nderuar, mirë se erdhe. Faleminderit, më si gjej. Si je? Është kënaqësi të jem këtu. Nga Dibra apo Peshkopia ti themi? Origjina ime është Dibrane, Shqipëri. Dibrane. Dibra vogël. As shumë këngë të bukura në këndu për Dibrën? Po. Çuditëm pse e quajmë këngë për Hajredin Pashën, kur në realitet Hajredin Pasha është humbë, se është armiku aty. Si duket aksidentalisht i ka mbetë dhe kështu mbeti, është nga këngët që kam këndu me ëndje tër jetën, edhe pse pastaj edhe për plot këngë edhe artista të mëdhej që... Po në realitet, jeni rrit? Sinqerisht bën pjesë kjo kënga se unë jam prej Gjoricës Dibrës. Në fushë Gjoricës. Në fushë Gjoricës, more te kala, aja Hajredin Pashën, e ka gjeto belaja. Me juve gjeti, Të kanë rëfy për këtë gjë kur ishe vogël? Kjo këngë ka histori dhe është një këngë që edhe është luftuar dhe është një betejë, është një kudhën. E krijon një ministet që sa do që zgjat pak e krijojnë Dibranet një ministet tyre në atë periudhë. Kudo që shkojmë, kjo këngë është që merr lek më shumë edhe këngëtarë. Është vërtet. Shkova në Arizona për të kënduar dhe tham, po kush dominojnë më shumë? Dibranet. E di qa bëj. Një 9 herë këngën e Hajredin Pashës, kështu gjatë tërë mbrëmjes. Megjithatë, është kënaqësi që ju kemi sonte këtu në spektaklin tonë në Odeon, si një shembull i një grue të fortë, të fuqishme që s'ju dorëzoi jetës. Juve në realitet për 25 vjet keni jetuar në Rimini të Italisë. Kur shkova atje? Unë atje kam shkuar në vitin 2003, në fillim vitit 2003. Goxha vonë. Po, dhe në 2020 jam kthyer pastaj në Shqipëri, por dhe 2 vitet, 2020, 2021, 2022 gati, kam shkuar, po prap kam punuar, se kam bandenuar po. Në Rimini. Në realitet, ju jeni lindë në Dibër, në Peshkopi? Unë jam lindur në Gjoricë. Po pastaj keni migruar në Tiranë, të Dibrës. Pe quaj migrim, migrim të brendshëm. Dhe jam martuar 16 vjeç, pastaj 18 vjeç, 2 vite kemi nejtë në Dibër, pastaj jam transferuar në Tiranë me familje, nga Tirana kemi emigruar në Itali, me bashorti me 2 fëmijë. Po 16 vjeç pse u nguta apo u ngutën të tjerët, sepse ishe e bukur, një vajzë e bukur që ju ra në sy, Tradita, vendi, familja ishin gjëra që i përkasin ato traditës. Po megjithatë me dashuri, Po, dhe në ato kohë. Tashi domethënë se nuk e pengonin në këtë. Me shkesë, por domethënë ishte babi ai, por. A me shkesë pse e gjet një shkues? Po, me shkesë. Edhe ai ishte kush? Ishte babi që vendoste, as nëna nuk vendoste. Rritur një në Tiranë. Jo, 16 vjeçare ishe në Dibër akoma. Në Dibër. Atje mbarove shkollimin. Po, 18 vjeç pastaj kemi shkuar, kam qenë kur kam shkuar në Tiranë me familje, jemi shpërngur gjithë këto fisi burrit që janë njerëz shumë të mirë. Edhe kemi nejtë disa kohë në Tiranë, pastaj jemi larguar për Itali, për një jetë më të mirë. Në vitin 2003. Po. Për çështje ekonomike më shumë besoj. Po për një jetë më të mirë normal, ishin kohët atëherë që ishte pak deri ekonomia. Kishe mbaruar nga shkollimi? Faktikisht mua nuk arrita do të shkollohem sepse u martova dhe herët, edhe pastaj fëmijë. Po. Sepse është shumë interesant, më vonë do ta kemi një pyetje të këtillë. Në realitet ne kemi musafire, një mes që po bëhet gjyshe. Faleminderit, po. Kjo është gëzimi më i madh, e vërtet. Mirë, pa kaluar të misit, të pistat e bukurisë dhe këto të... Nuk e di të modelingu, ke marrë pjesë? Po,
Edhe modeling. Kam marrë edhe pjesë juri, kam qenë edhe modele dhe si mis. Po, më shumë filloj si antare juris, apo filloj si garuse? Njeriu njëherë në fillim një vështirësi e ka, o do ta bëj në pleqëri ose në rini. Unë e kam bërë vështirësi në rini. Dhe tani në pleqëri tani do ta shijoj. E kishe pik? E kam pasur që doje, që një ditë ta bëje në jetë. Ta realizoj. Se nëse ke shku në vitin 2003, tani në Shqipëri veç kishim plot vite që ishin organizu eventet e Miss Albania, apo Miss Shqipëria, apo Misset të tjera që ishin realisht shumë bukur të realizuara të kështu, po shkaku se ishe martues, kishe shans të... Ishte impenjimi i familjes që çdo nën do mundohet çdo bashorte, dhe ne kemi punuar të gjithë, unë edhe bashorti fort dhe ja kemi dalur dhe sot jetojmë mirë, jemi... Pse mos të marrim edhe këto eksperiencat e reja. Qëndrojmë këtu. Me bashkëshortin kur shkuat për në Itali, e dinit ku do të shkonit? E kishit caktuar, e kishit gjetë, apo e nisëshit në rrugën e madhe pa e ditë cakun? Gjithçka e kemi nisur nga zero, por unë kam shkuar me dokumenta, mi bëri bashorti, se bashorti ka emigruar para meje. Më herët. Si që kemi traditat ne në Dibër që nusja duhet rritë të bëj pleq, veizmet, si do. Mirë, i kishit fëmit? I kishim. Edhe klasën e parë kam filluar të dy kalamajt në Itali. Ishte e vështirë fillimi sepse jo vetëm ekonomia, po edhe gjuha, edhe përkushtimi, edhe puna dhe fëmit. Dhe me thonë, ishte një jetë që për të bërë unë 2-3 punë, detyrohesha që vinte bashorti në orën 5 mbante fëmit, që unë shkoja të punoja në restorant natën pastaj. Ishte, dhe me thonë... Bëje 2-3 punë? Për gjithë vitet që kam qenë atje, kam bërë 3 punë. Më kanë komentuar dhe keq në disa raste, se unë kam marrë pjesë edhe në radio televizion e tjera, por shiko, besoj e jap si mesazh këtë për çdo grua, se sidomos ne gratë jemi pak më... Çfarë mësimesh morën nga ajo periudhë? 25 vjet? Nuk ja njeh jetën kujt, edhe nuk e si e gjukon. Jo 25 vjet, 22, 23. 22, por 25 shkoj, sepse dhe kur jetoja në Tiranë, po prap shkoja atje, se kisha punën time që ja kisha lënë gocës, sepse ishte e vogël me babin e vet, mbanin punën time dhe sakte. Se kthehesh edhe në Tiranë? Po, se unë e bëj një jetë 2 muaj në Tiranë, 2 javë në Itali, se andej nuk e abandonoj, se kam atje bashortin i duen ca vite. Një moment se interesante kjo, 2 muaj në Tiranë, 2 javë në Itali, kthehesh prap 2 muaj? Po, kthehem prap në Tiranë, sepse në Tiranë jam në një punë agjensë imobiliare, e jam vetë pronare, vetë pastruese, vetë gjitha, sepse tanto puna nuk është turp, është nder. Mirë, tash këtë vonë, fillimin krejtë kishit qëndrimin në Rimini. Po, por... Edhe punën në Rimini. Sepse mua më intereson, cila ka qenë sfida më e madhe që ke përjetuar si grua emigrante në Itali? Sfidat më të mëdha janë 3 që vërtet nuk zëvendësohen më, por është kohë e shkuar, të jemi mirë tani, që nuk nejta afër prindërve, më ikën prindrit pa i shijuar, që e kam peng, edhe pengu tjetër është që nuk i rrita fëmijët që ti përgdheli, sepse ishim njëherë mbas dite i mbante bashorti, ditën ishin shkollë, se kemi pas kalamajt me menza, edhe pa u knash me fëmijët, edhe për ato mungesat e mia që nuk pash kur det me sy, nuk pash kur diell, kur ditëlindje, kur festa, isha vetëm punë natën, ditën 3 orë gjumë, 4 orë gjumë për 25 vite, 22 vite është shumë. Por e kishe shkruar një cak, një cak e kishit, një qëllim e kishit. E kisha marrë një vendim vetë, faktikisht, se që kur kam shkuar i kam thënë bashortit që unë këtu do jetoj kaq vite, edhe do bëhem dikush. Dhe me thënë, nuk do pres të më haje emigrimi mua, por do të ha unë emigrimin. Dhe me thënë, sa t'jem këtu do t'a shfrytëzoj kohën gjithë punë, që një ditë jemi mirë si familje të gjithë bashkë. Sot jemi shumë mirë, se kalamajt i kam të martuar, i kam në rrugë drejt. Akoma po vim këtej kalamajt u rritën, se ishe martu herët, përvoj interesante. Sa ndikoj ajo amësit në formësimin tëndë si grua? Flasë si nën e re, është i përvoj, është... Po, në moshë të re, mendon, opo pse shijova këtë pjesën e aktorit, opo pse shijova këtë pjesën e misit, por kur je mami, edhe pse jem e re, je mami i fëmijëve dhe do punosh për të ardhmen e fëmijëve, do sakrifikosh. Po pse si ëndra, e kisha aktrimin edhe? Shumë tepër, e kam pas peng gjithmonë, e kam thënë. Edhe, po këtë peng një ditë realizove, sepse ju keni marrë pjesë në shumë evente, edhe si Miss Gruaja flasim, në moshë më të vonë, po edhe si antare jurie. Po si filloj kjo krejt? E kuptojmë, ishte si ëndër. Kjo filloj... Cili ishte ai momenti, ai tiku që të fillove?
Po, kur vendosa u futën në këtë gjë, që të financoj në Shqipërinë time, se unë jam tepër patriot dhe jemi gjithë si familje, po unë jam egzageruar për patriotizëm edhe më pëlqente që jo vetëm të marr pjesë, po dhe ta prezantoj flamurin shqiptar kudo. Edhe se ka dalë vonë që është gjuha më e vjetër në botë, por desha që me zemër ta prezantoj, edhe pengjet që ishin që më mungonte pjesa misi, pjesa aktorit e kështu. Bashorti e pranoi mirë këtë gjë, ishte dëshira e vjetër. Po, bashortin e kam të komunikueshëm sepse janë si puna e duarve, një dorë lanë tjetër, dy duar lanë faqe. Nëse ti do kesh një komunikim të mirë, ashtu si do ta bësh pyetje me dashamirësi, ashtu do ta marrësh me dashamirësi. Se është edhe kjo. Shumë e bukur. Kjo është tregimi i bukur. Do ta bësh pyetjen apo kërkesën me dashamirësi, do ta marrësh përgjigjen me dashamirësi. Tregimi mirë, mos t'ja filloj me një herë, pse s'ma bërë ti këtë, se ti më ke lënë kështu, po. Faktikisht e ka pritur mirë dhe më është bërë dhe qefi, sepse më tha që shikoj, thash unë tani në këtë mosh, unë rri vetëm mendime, është mirë, sikur të merrem me një pjesë aktrimi, pse jo? Sepse unë jam kthy në 2020 dhe bashortit i mungojnë edhe një 5 vite që të plotësoj një tot vite për të dalë pension një ditë dhe është i detyruar të rritë. Tani i ka ngelur dhe 2 vite, por ishin 5 vite kur unë... Me aktrove ndonjëherë? Po, unë kam marrë pjesë kam qenë te ADN-ja, filmin shqiptar i Rikës dhe i Ariolës, me atë regjisorin Lindar Kaja. Edhe kam marrë pjesë, kam bërë dhe një kurs 3 mujor, mora një certifikat që ishim për xhirime në Stamboll, edhe diku figurant të filmin Ojzi, diku me një vend tjetër, do të thonë. Por e realizoi ëndrrën tënde. Kam provuar, përsëri, nga ato që i kishe në vend për qëllim të jetës, po i realizoi dal ngadalë. Po kthehemi prapë te ky misin. Në çfarë eventesh ke marrë pjesë? Un kam marrë pjesë tek Milestone Pageant Internacional. Që është mbajtur në? Që është mbajtur në shumë vende. Ato kanë diçka 19, ndjes se unë me italishtën jam akoma, se për 25 vite në Itali nuk kam folur një ditë shqip. Edhe se kam pas punën natë ditë vetëm me italian. Kështu kanë qenë puna ime. Dhe akoma e kam të moderuar, nuk e kam shqip tamam si duhet. Milestone Pageant Internacional quhet, është një producent indian, së bashku me bashortën e vet, ato janë gjithmonë bashkë dhe është një kënaqësi sepse t'jepet e drejta jashtë shtetit. Është një rregull, është një vërtet, unë jam shumë e kënaqur dhe me duan fort të gjithë. Ndoshta ajo cilëtërsia ime, por ato me duan gjithë dhe unë i dua, shkoj gjithmonë me gëzim. Të pash në 2-3 vende ishte winner, ishte fituese. Po. Ku ka ndodhur kjo? Unë kam marrë Miss Azia në 2024, në fillim 2024 kam qenë në Dubai, kam fituar Miss Turizëm Ambasadore e Shqipërisë. Dhe në 2024 në fund të 2024 pastaj kam qenë në Gjermani, në Spanjë, në vende tjera, por atje jemi vlerësuar me një certifikat për arsye se kanë qenë 2 herë anulluar gjërat. Dhe kam marrë pjesë në Malazi, që kam shkuar si Miss Dubai, edhe më kanë vlerësuar si Miss Azia, domethënë fitova Miss Azia. Në Malazi. Pastaj faleminderit. Pastaj me 16 maj kjo e Miss Azias. Pastaj në datën 6 shtator kemi qenë në Dubai, prap, edhe kam fituar Miss Shqipëria, si grua shqiptare, duke përfaqësuar Shqipërinë. Në Indi kam qenë si Miss Italia dhe aty më kanë dekoruar me shumë dekorata, shumë çmime. Jam shumë e kënaqur, do të thonë, janë shumë evente serioze. Vërtet, kush nuk beson mund të vijë dhe t'i provojë dhe atëherë thotë wow, ka një rregull, ka një... Sigurisht. Synimi i dyfisht, në këtu e dyzuar ke qenë, të realizosh ëndrrën tënde, edhe tjetra ta prezantosh Shqipërinë. E bukur ta shohin gjithë ata miliona indian. Futët ai patriotizmi, kur jemi mbledhur në Azi për shembull, në Malazi, në aeroport, ishin 16 vajza, pastaj do vinin edhe tjera, se jemi 40 konkurrente. Dhe aty unë kam marrë flamurin shqiptar të kërcesh mes Malazis në aeroport, të gjithë janë këthy duke parë, të gjithë kanë, se unë kuptoj pak anglisht, po ato fjali kam kuptuar, wow, sa i bukur flamuri shqiptar. Edhe kam ngrit flamurin dhe kam bërë kërcim kështu në atje. Ja ko është flamuri dhe ja ko është Shqiponia këtu në... Është kështu, është kënaqësi, është krenarir, janë gjitha bashkë, është patriotizmi brenda nesh kështu.
ai sebepi I mirë për çfarë jemi neve këtu bashk është fakti që një grua e fortë përkundrejt vështirësive I te kalon vështirësitë me shumë sfida, me shumë punë, me përkushtim, me dashuri dhe kjo grua pavarësisht vështirësive kthehet një ditë dhe hap biznesin e saj në Shqipëri, tregim shumë I mirë që dashuria për këtë vend edhe prej riminit njeriu kthehet jeton në Tiranë apo edhe në Dibër nëse do. Më flisni pak për biznesin tuaj në Shqipëri. Po kot s'kam thënë se guri rënd për shumë vend vet. Ndoshta unë e falenderoj Italinë sepse kudo që kam punuar jam paguar edhe duhet me qenë mirënjohëse për këtë. Por janë krahat e mia ato që kanë bërë shqiponjen. Sepse nuk të shtron njëri tapet kuq, dihet ajo, dhe kam punuar fort me këtë synim që të ardhurat e mia t'i financojnë Shqipëri, një ditë ta bëjmë familjen mirë dhe si su përkushtova, sot jam rehat, bëj edhe menaxhimin e agjencisë, bëj edhe misë edhe aktore, bëj edhe këto. Do të thonë, aktore jam në fillimet e para, por nëse është dëshira brenda ecën në rrotull. Ajo do bëhet. Realisht ju keni realizuar dëshirën tuaj, keni hap biznesin, tash ai biznes sigurisht do të ketë sfidat e veta në Tiranë, në Shqipëri edhe por ju s'heqni dorë. Jo, nuk. Kjo gruaja e fortë s'lakohet. Vazhdon me punu me. Të gjitha vet. Burri juaj quhet? Astrid. Astrid. Unë atë kam njëri të mirë. Astrid Turshila Akrosi tash se. Turshila e kam të bashorti. Krosi e kam në vajzëri. Një kros. Po. Tamam. Djalin e kam pas për sport. Faktikisht edhe më ngeli edhe mua peng që nuk arriti të bëj universitetin, shkollën e lartë, sepse ju impenjuar sportit edhe koha nuk ishte mjaftueshme të bësh edhe të dyja. Por mirë, mbaroj një shkollë mesme atje në Itali, pastaj u rrit, mori drejtim tjetër, u martua me bashortën e vet, tani po vjen një fëmijë, një jetë një mbese bukur. Domethënë ky po të bëgjyshe. Që po më kënaq, po djali po më. Misgjyshja, Kjo është kënaqësi, domethënë të gjithësia po jemi me entuziazëm. Tu e prit atë ditë të bukur të. Po tjetri? Ndërsa vajza është Angela quhet. Vajza është ka marruar liceu artistik. Bëri edhe stiliste mode, 3 vjet në Bologna, ka filluar një shkollë tjetër, doktoratu Lazër quhet, duket estetik kështu. Edhe ajo nuk pushon. Nusën e kam logopede, kam një artiste. Shiko, duhet jemi ne, si gatuajmë ne, vin. E kam prekur dhe me një rast tjetër. Jeni të lumtur me bashortin për këtë të gatuar që e keni bërë në jetë? Shiko, jemi të lumtur sepse është merit edhe atia. Që të kursej unë 2 lekët e mia, ato 2-3 rroga, si merja, ti kursej për në Shqipëri, për të hapur një diçka për gjithë familjen, sepse pasuria ime është e gjithëve. Për ardhmëri. Pasuria ime para është janë fëmijët, edhe është bashorti, është nusja, është dhëndri, dhe dhëndrin e kam shumë djalë me norma, shumë edukat. Jam e kënaqur me nusën, me dhëndër, me gjithë, por merit edhe bashortit është, sepse e para bashorti ishte ai që të lejonte që ti të çajsh, sepse ka dhënë ato që edhe pse ti çan male, nuk të lejon. Ky Dibrani u treguai. Jo, Dibrand janë të vizhuar. E kam thënë dhe një herë, Dibrand janë të vizhuar. Ne thjesht nuk flasim letraren si duhet. Por për njerëz janë punëtorë edhe vërtet. Po tani letraren si duhet, absolutisht. Ju flisni shumë. Kemi dialektin tonë. E rëndësishme. Po, ndonjëherë dëgjoj, në gjithë botën dialekti është një vlerë më shumë. Nuk diskutohet atë mozaikun e bukur të gjuhës e bëjnë dialektet. Por gjuhën unisuar e flasim që të merrem me vesh që nga Konispoli deri në Bajgor. Bajgor është ma në qosh këtu. Apo nëse themi dikun prej Vranjës e deri në Tivar, këtej kështu, nëse i biem kryqe të thor atë dheut. Megjithatë, dua që edhe bashkë me publikun ton, Astridin edhe gjithë juve që vini mrapa, ti duar të rëkasim e ti për qatë. Vini si përmbisi? Po, ndihem më në relaks në Shqipëri. Mendon se ky rrugtimi juaj I suksesshëm duhet vazhdoj? Apo jemi kënaqur dhe ndalemi këtu? Jo, unë nuk ndalem kurrë. Nuk ndalesh kurrë? Derisa Zoti më lej mirë.
Me shëndet. Nuk ndalem kur. Jam në grado të bëj dhe punët e mia dhe miset dhe aktoret dhe ti menaxhoj dhe ti bëj si çdo non, si çdo grua shqiptare. Suzana, ishte kënaqësi që të kisha mysafir. Faleminderit, kënaqësi ishte. Ishte shumë bukur kur na vjen mysafirën nga një cep jashtë dheut që sigurisht e dua më shumë, kemi aq shumë këngë, kemi aq shumë çfarë për të marrë, ndoshta edhe për të dhënë asaj pjese, edhe mbi të gjitha ky spektakli im quhet Odeon. Odeoni është oda apo teatri i pellazgëve që vazhdoi me Ilirët, ku flitej mirë, mençur e këndohej bukur. Në radhë të parë ishin ata që shtronin pyetje, të tjerët dëgjonin, kurse në shesh flisnin njerëzit që kishin çfarë për të dhënë si puna juaj. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit. Është shumë e bukur trashëgimia në art, sepse kemi një garanci që gjenerat pas gjenerate do të sjellim e do të shijojmë gjëra të bukura. Në vazhdim, le ta rikthejmë edhe një herë Rahim Struja i vjetër, Rahim Struja i ri. O jem gëzua na em që kom viteri. A beson që më shliru pi të bija? Për shtë të tjetë vishin të one. Notën i viti 3 më terën. Vla qa po bëna e miru gëzua. Ta shvi me festu me neve. Kur janë esën, ja vla na smujna se nota viti 3, heq kërqyr smujna, okej, o shlirova në këkër shpinës të shpia. Kur hop ka lerdhi pori i dyti, pithire të ashaj motëra, për të një me orë të one me festu vitin e ri, bijat ka ishin. Vla s'po mëj, teslim jam, infuzion jam të marë, veqa kështë mujtë me në rujtë fmin. E pësë thash me avrujtë fmin, dhe se po dojna me shku në muzikë. Qëmë? Muzika, për që morë të drejtë. Veç e këmë dhezë bëmë vinë, 200, një morë të 200. 221. Me ty jem të full, hej. Me ty jem të full. O djallë, O djallë. që kjo është djolli bijat, ma kanë që bijat. Doja, që shë orë të këtë? Edhe me bevej me tretën e doj, 200-201. Ej, kada vish pak, kadole. Doja e të nipin. O, doja e dë nipin, po nipi arroz pipin. Doj është të jarros pipin? O doj, ka dal, ma mirë me të arroz nipi jetë, se sa i huji. Doj, më duke që po full banal. Jo, doj, qko e ka pipin? Të arrosin sy. Unë menova që po më shonë, se për kështu më stanin doja të anë ljuqkën. O, nipi të anë nonën. Ej, që më te anë nonën tem? O doj, gjyshën tempe o, se e dushëm. Amo, me mujt e osë shokolada. Amo, asoj gishtin, në ajnë, pipin në ajnë. Pipin, ajnë. Se o të pja një do të uja, e unë s'po nonën të ndë. Që nonën tem? Më falë, o doj, gjyshën tem. Ani, gjyshën ani. E ti dojës, pësë s'najte të shpia atje po erdhe të dojtë? O doj, s'unë po rinë shpi me gu mua bete palidje. Lapa, 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 lapa. Ka dhëm qa pëlqin, lapa, lapa, lapa. Që për shambull dje, dull miri e bra në televizor. Kur janë nësëm këtu, farë fustani paska, hec për plakët, lura më të s'ka dollë në mision. Mos u prish me mirien, si mua bete, doj. Ma bete pa lidhë të moj kontabilitetin e misionit. E që shërë puna që ke ikë për atjet kjo të dojtë? Që doj, notën, jëm bukë që po flejt. I kum një, thëshin vajber me kamerë, kishë një, thëshin. A pja qëna nesër fmit Rahimit, e tani për veti për dalëm, si Luqka, me një restoran me muzik live, e po këcena, jasha.
Ani gëmdojës ti, ata halo pa dole në restoran, na shkojmë që tash i shpit e ta, edhe i blokojmë i lojmë pa dole, a shkojmë? Shkojmë. O, doj 200! 221.